Kafe, dalë ta marri mami te gishti. Përshëndetje, mirë se erdhën në një... Iku topi! Mirë se erdhën në një tjetër kanal, një tjetër video në kanalin tim. Sapo kemi nisur ditën, dita ka nisur që shkur. Por sapo bëri gjumin e parë Kiani. Sot, siç po shikoni nga titulli, zoti i madh, nuk e di domethënë këtë bluzën pse e bleva. Ha, mund të thot njëri pse e bleva kur është qafur, mos e jep more. Kur është kaq e hapur, edhe e bleva dhe nuk vjen më hap. Ja, kështu. Siç po shikoni nga titulli, nuk ndjen më hap. Njerëzit i bëjnë këto, unë për momentin i kam të shijoj, derisa të ndaloj Kiani së pirë. Siç po thosha. Po shikoni nga titulli që sot më vjen mami. Edhe sot është data 22 mars që po e bëj video. Nesër bën Kian 7 muaj o zoti i madh. Edhe mendova që patjetër do bëj një ëmbëlsirë se më vjen mami, por do blej edhe ndonjë gjë për Kianin që të bëjmë fotot e 7 mujorit nesër kur të vinë nëna Kian, kupton? Na të bëjmë mami muzikën. Për momentin e kam vënë ulse në Kianit të lajë në lavatrice, sepse tani që ha buk, lyen çdo gjë dhe ne e lëm që të luaj të eksperimentoj. Dhe e kam vënë për të larë, kështu që ky, ja, arri mbi tavolinë tani me mamin që të ri poshtë është e pamundur. Po ju thosha që do ta kalojmë ditën bashkë, sepse kam disa përgatitje dhe disa ide për video, kështu që unë sa kam nisur ditën time, se të këtit ka goxha, tani po e nisum, po ha mëngjesin, kam bërë një... Jo, mos i ato! Kam bërë dhe një kafe, në kohën që djali fleti... Kian, si ka mundësi me mami? Shiko, ja ku e ke muzikën. Në kohën që fleti djali, 20 minuta fleta një gjumin e mëngjesit, 20 deri në 30, unë sistemova krevatin, sistemova dhomën e djalit, ndava robat me ngjyra të zeza, të bardha, i çova poshtë, nisa lavatricën e parë dhe u bëra gati vetë. Shpejt e tërë edhe bëra edhe një video për në TikTok. Kur flen djali, se ndryshe s'kam kohë. Do patjetër atë gjën që nuk i lejohet. Na këtu, hej. Tani tash ta marrim tavolinë, ndërkohë që ha, ndërkohë që bën video mami, çfarë do bëjmë përpara mami more? Pse që është kështu? Do dalim dhe dua të blej edhe një dyshek me ajër, sepse tani nuk kemi dhomë për miq, duke qenë se dhomën e miqve kemi bërë dhomën e djalit. Edhe do doja që mami të kishte privatësinë e saj, në kuptimin që ajo unë mund të flej edhe në dhomën e ndenjës patjetër, por mami do ri gati 2 javë, kështu që për qetësinë e asaj do blej një dyshek me ajër që zakonisht janë shumë të rehatshëm dhe do t'ja vetë dhoma e djalit se neve natën djalin nuk e ndrojmë, nëse ndonjëherë e marrim me vete, pastaj nderesat. Jo me mami lere pjatin se do hajmë voçki, buk. Unë nuk të lejohet. Tani lere mami të haj. Pastaj do bëjmë gati, unë jam gati, do bëj gati djalin. Do marr të gjitha gjërat i kam gati, djalit për të ngrënë, snacks për të ngrorë, për të pirë. Edhe ham rrugës. Dalim për kafe, dalim për xhiro dhe ham rrugës në ngot. Tani të që arritora. Këtu lodrat e tua. Do bëj një video njerëz në TikTok ose në Instagram, do t'i vendos lodrat e ti dhe një lodër ku dëgjon pultin e televizorit, një lodër tjetër, në një ku dëgjon, në një god, në një gjë dhe jam e sigurt që gjithmonë do zgjedhë gjërat e tjera dhe jo lodrat e ti. E sigurt. Kështu po, ha tani se s'kam kohë, ikën 4 minuta kisha ngrënë. Edhe shihemi kur të dalim, ndoshta se kur të kem një moment mundësi. Me shpejtësinë e erës të pastroj kuzhinën, të marr gjërat me vete, të bëj djalin gati se fillove duke u grindur ti. Fillove ti duke u grindur. Po mami çfarë do bëj më parë? Vetëm me ty të ri. Kush do të bëj gati ty? Unë me ty do ri, po ti mund edhe një sekondë të luash me lodrat e tua. Shiko sa lodra ke. Kam vetëm 3 minuta kohë për të pastruar kuzhinën. Që djali mos mërzitet se nuk luan me lodrat e tia. Kam hapur të gjitha, po do vetëm me mami. Ç'është ky çun mami kështu? Po mami, me ty do ri mojzeja, po janë këto kush ti bërë? Kush ti bërë këto? He?
të bëj ty gati. Kush t'i bëj mamit bukën gati? Mami s'ka njeri këtu më kjen. Vitaminën D, unë ja hedh në një lugë të vogël dhe i shtoj pak qumë zhiri edhe tres. Jo po ta bëj provë unë të ditën me këtë në shtëpi. Ky nuk rri, do të dali. Ja se ma. Qojmë të lodrat e babit në zonë, se babi nuk sistemon fare. Mbushim dhe këtë gotën e nuk me ujë të pastër që ta kemi për djalin rrugës. Jemi gati, mamia do të bëmi gati tash. Do të veshi mami bukur. Mraftika mua kë ka zën lemza. Mraftika mami kë ka zën lemza. Gati. Këtu janë të gjitha gjërat e Kianit që marrim kur dalim. Grosin e mamkozit, snacks nga këto të gatshmet, po pa sheqer në pa gjë. Këtu kemi ç'është patlıcan i kuq, këtu kemi gjën për të ngrënë, këtu kemi gjën për të pirë, edhe kjo është pija e mamit. E keni edhe ju, si unë, edhe unë këto ideja dhe të babi im, kur dilte, mund të paguante çdo gjë për të pirë, për të ngrënë, po ujë dukeshe si harxhimi i tepër. Pse ujin me lekë do ta marrëm? Me çuni mamit. Të bukreke si çka. Çe do veshim sot? Ha? Veshim në një gjë të bukur. Do veshim këto pantallonkat, ja. Ka vler mami për një tali, por nuk i veshim dot një tali, kështu që do t'i veshim këtu. Ja, sa i bukur është për çuni. Sa i bukur. Jemi gati, dale mami. Ja, kështë outfiti me kapele, sepse jashtë është dje. Kështu që tani jemi gati, do e fus në seggiolina, do filloj lavatricën tjetër, sepse se kam mbaruar e para, dhe kur të vi do t'i marr rrobat për t'i nder. Dakor? Shihemi rrugës te kafja, nuk e di ku do shkojmë. Tu pa tu po. Po dolem. Kemi ardhur në një kafe tjetër sot, jo te kafeja jemi gjithmonë. Kian, kujdes. Hajde këtu. Dhe unë kam marrë një latte macchiato pa kofein sot, se një kafe e kam pirë në shtëpi, edhe një muffin me çokoladë. Ndërkohë Kiani po luan këtu dhe po flet me njerëzit, vërdat. Ju qesh të gjithëve dhe për një gjysmë ore do ta vë në gjumë dhe pastaj kanë kohën time të shijoj këto për të pirë për të ngrënë dhe mbas edhe të editoj ndonjë video. Shikoni si flet. Hej, këtu. Kështu, do e pim kafen vetë sot se akoma s'na ka ardhur mami. Nga nesër deri në 2 javët e tjera do e pim kafen me mami, me nënën. Sa lumtur jam, zi po më pritet, nuk e keni iden. Thjesht që nuk do jem vetëm për 2 javë në këto kafe, në këto të dalat. Do kem një njeri në shtëpi për të cilin të flas, do shkoj të vej rrobat e lahen poshtë. Pa jam mbathur kështu me të qindrat e sekondës se mos më zgjohet djali, kështu që kam gjithmonë. Lum ju që i keni mama afër ose vjerat ose familjen. Tani. Do ham tani. Apa. Sa po zgjua pirni, unë e kam ngrohur ushqimin këtu tek mama Kozi. Qerza të kuqe. Da provoj? Tjem. Provoj një. Së mba se të përqen. Përqen? Po. Bravo. Wiedersehen. Ciao. Kian, përshëndreu këtu mama.
Me. Me se ma më ka do këtit. Åh, hier ist kalt. Ich habe ja meine Weste angezogen. Ich habe gedacht, komm, das war Und der Wind ist so kalt. In der Sonne wäre es schön. Kia nuk hëngri po thuaj se asgjë. Do t'ja provoj edhe njerë në shtëpi, sepse kështu ma bëri dhe dje. Jashtë nuk hëngri, në shtëpi hëngri. Është shumë i thjesht për tu shpërshëndruar sa shikon ndonjë njeri, do të qeshi, sa shikon ndonjë fëmijë. Tani do shkoj deri në një kryqëzim këtu, sepse nuk mund të paguaja me kartë këtu në dyqanit, që do shkoj të marr lek në bank, që të bie dhe të paguaj. Pastaj do shkoj të shikoj për një dyshek me ajër, se shtash. Do marr dhe njëherë në telefon mamin, ta pyes, a është nisur apo jo? Kështu, është që këtot me thënë drejta. Daj të dalim në diell kja. Sa dalim në diell, të shtin kë. Është diell, por është pak ftohtë. Dhe i kam veshur djalit të një xheke, po të kishte ftohtë të qante, kështu që do t'ju tregoj nëse do gjej një dyshek apo jo. Opa! Opa Kian. Ky Kian nuk ha? Unë i kam bërë kështu, sa i thonë? Linzën, thjerza. Thjerza të kuqe. Që dhe unë kur i provova që ushqimet e fëmijëve nuk shijojnë fare, nuk ishin keq. Vetëm kishin nevojë për pak krip. Por nuk i hëngri, se e di që ka qumshtin aty. Kështu që, Kian, hajde shtriu mama, shtriu se që nga shumë ftohtë. Okej, ja ngrita këta që mos ketë ftohtë. Se pika erë. Ja, e mbrojta kështu. Shpirti im. Jeta ime dhe zgjatet tani se do të shikoj jashtë. Shpirti im. Edhe ta eri mami të batanie? Ja. E di që ka qumësht. Prandaj nuk ha. Po kur shkojmë në shtëpi do hashti se s'ke nga jam banë. Sapo kam ardhur në një supermarket që ka gjëra për shumë për në kopësht, për camping, sepse më thanë që këtu mund të gjej. Gjëja e mirë është që ka, kështu që thjesht do gjejmë ku janë. Më tha një derë për qelçi, po se ku? Ups. Sa gjëra të bukura. Ande është jashtë, nuk e besoj, të shojmë këtej. Oh, sa cute! Koni sa të bukura këto setet këtu, oh man. Dua një kopësht, që të kem lule, të kem gjëra të bukura, dhe Kiani u habit matje. Oh, si sa bukur Kian. Sa po I gjeta këto dyshekët, dhe po shkoj për këto që është si 3 qereksh. Ata aty do më thënë jo tek I vogël, jo I madh super, po 3 qereksh mjafton. Çmimi është 25 euro dhe më thënë okej, po nuk e di më duhet një këtill apo jo për ta fryrë. Stefani nuk po më përgjigjet. Unë e di që ai e ka një pomë, po s'jam e sigurt. Pas dyshekut, ndalesa tjetër është I blejmë djalit ndonjë veshje për 7 mujori nesër, që të vazhdojmë me traditën e fotove derisa të bëj një vjet ose edhe më gjatë. Kështu që kam ardhur në një supermarket. Do blej dhe këtu gjërat për një ëmbëlsirë që t'i bëj mamit. Fola me mamin. Mami është nisur për në Tiranë. Ja nisur pak më herët që të kenë kohë pi një kafe, pse jo nuk I dihet trafikut. Dhe kështu që unë po përfitoj nga rasti të shikoj këtu mos gjen ndonjë gjë interesante për Kian. A zemër?
Gjem do një gjë interesante për ty. Ha? Do një kapele, shi sa të bukura që nga këto. Sa lek janë? Çfarë do blej do t'ja u tregoj në shtëpi, sepse kam shumë të pamundur për të xhiruar kur kam duart e zëna. Tani, i mora këtë kostumin që ta kemi dhe për në Majorka, është sa i bukur. Dhe për ta kombinuar i gjetëm këtu një kapele të verdh bashkë me çorapkat e verdha. Dhe gjetëm dhe një xheke. Xhekja na duhet, është një çik me fije të dala, por nuk ishte tjetër dhe mua më pëlqeu kjo. S'kishte tjetër si kjo, ai ishte e fundit. Kështu që po e marr. Mos jetë me mami çorapin, bye. Ndalesa e radhës është në supermarket. Erdha që të merja gjërat që më duhen për ëmbëlsirën e vogël dhe nuk po gjej krem. Ku kemi mami? Hamo, sa ka kaqëm për televizor, more. Sa ka kaqëm për televizor. Po kraj djali, vetëm në lëviz kem kat. Këtu nuk është një supermarket që nuk vi shpesh dhe nuk po gjej asnjë gjë. Okej, gjeta gjalpin dhe biskotat kanë gjetur deri tani. Kemi frishkeze këtu. Bëjmë me Philadelphia me krem djati. Me Philadelphia dhe me çokoladë do bëjmë këtu, punte edhe një sana kemi në shtëpi. Sa po erdhëm në shtëpi, po bëj shpejt një kaorditje të mishit. Pastaj do t'i het, domethënë kam marrë qep, mish viçi ose lopë. Kam këtë gjën e mbaruar, gati, koncentrat. Do t'i het dhe ujë dhe sapo të filloj të zjej. Sapo të filloj të zjetë, unë do ve djalin në gjumë se i vajti ora. Të tregoj mamit pak se çfarë blevëm për ty? Për 7 mujore? Ja çfarë blevëm. Blevëm kostumin, këto pantallonkat, me këmish lino, kësa bukur. Pastaj morëm kapelen e verdh dhe do ta kombinojmë me çorapkat e verdha. Morëm edhe këtë xhekën. Pastaj se çfarë bleva për ëmbëlsirën do t'ja tregoj më vonë. Do vendos ujin tani edhe koncentratin që të zihet gjella. Dhe do vendos djalin në gjumë. Ndërkohë që gjella do gati 2 orë që mishi të shkrihet të bëhet i butë. Neve në shpem të flenë, ja si po kërkon tani. Nuk munda të bëja asgjë nga ato që kisha planifikuar, as ëmbëlsirë asgjë, sepse tërë mbas ditën Kianit po i dalin dhëmbët. Tërë mbas ditën nuk më ka lënë 2 sekonda. Domethënë për vete, edhe kur e vura për të fjetur donte vetëm në gjoks. Kështu që asgjë nuk kam bërë. Stefani shkoi të marrë mamin, ora është 11, edhe deri tani do me thënë mezi e kam në gjumë. Më do tërkos atje, jo se nuk flenë, në momentin që unë sa lëviz 1 centimetër, moja kupton, se nga e kupton nuk e marrë vesh. Kështu që Stefani ka shkuar të marrë mamin, edhe unë po i bëj gati vetëm krevatin që do pi të flej, dhe do shkoj të shtrejep se jam e këputur për nesër. Dale, luk. Shi, prap nuk e kam marrë atë klafin e jastakut. O, sa një rante ja. I kam robat e fjetjes nga dhoma jon, edhe Kiani është duke fjetur atje, edhe thash mos ta shqetësoj, por duhet shkoj edhe njerë se nuk kam klafin e jastakut.
Po I bëj gati krevatin mamit. Edhe e pyeta që kur ishte në Tiranë që ka ngrënë diçka, të bëj diçka për të ngrënë, mësa jo, se është dhe shumë vonë. Kështu që do shtrihem direkt. Nuk e dija do ta pres dot, se ora 11 akoma, ata akoma s'kan dalë nga aeroporti. Si duket kanë qenë të fundit, mund të ketë qenë vetëm një polic që kontrollon. Edhe Shtefani është duke pritur akoma 11, derisa të vinë mund të bëj 12:30. Më vjen keq normalisht edhe për mamin, se është grua plak tani të rritë natën kështu, por nuk e di, ujzeri shumë keq, I ka oraret shumë vonë. Kam dëgjuar që duke qenë se tani vonë janë këto, që I thonë, aeroportet më të lira dhe ata marrin orët më të vona që t'i kenë sa më lirë, po për njerëzit është shumë e lodhshme. Edhe ne kur të shkojmë në qershor, kemi fluturimin nga Hani, gjithashtu në orën 1 E në orën 1 shkojmë atje, nuk e di si do e bëj Kiani shkret, por s'ka rrugë tjetër. Se di pse janë kaq vonë. Ika tani. Si ça të them. Lumë neve që kemi mami. Sa erdhi mami, unë vajta të ve djalin në gjumë, shikoj që ka ndodhet, një sekond. Unë vajta të ve djalin në gjumë, kur vi këtu, të frigoriferi I hapur, I pastruar, plerat e pastruara, të hedhura, banja e pastër. Do me thënë, sa ankohen ju që keni mama dhe vjerat në shtëpi? Shikoj. Kjo nuk mi bën vetëm mua, jo, ja bën dhe nuses. Apo jo? I bëjmë. Njësoj është thot, dhe goca dhe nusja. Më jo mirë, edhe unë I bëj, po ti ke qef të ndihmosh. Shiko sa mirë. Tani sa të mbaroj mami këto se është në aksion, dhe kur të mbaroj ajo do të bëj një ëmbëlsirë, unë se I mora gjërat që dje të bëja një ëmbëlsirë për ty, po s'me laki ani. Kështu që do ta bëj sot, kur të mbarosh ti aty. Ha, ke nevojë për ndonjë gjë? Edhe të një kamëllarë e t'i vendosim. Të lumt. Shikon? Ja, kaq ishte. Bravo! Okej. Thash që do ju merja një cikë që do gatuaj kështu qofte me mish pule të thjeshta në salcë domatesh dhe me pure patatesh. Patatet I kam qruar dhe I kam vënë të zjedhe. Si budallaqe nuk I preva patatet, po I lashu to, si që ishin të mdhaja, inshallah zjenë. Në basta do t'i pres më vonë. Unë kam marrë mish pule, sepse mishi I pulës I grirë pëlqen më shumë, nuk ka gram, kurse ai I vicit nuk e se ka 1 gram, në basta është ideja ime. Kam marrë 2 copë që të bëj një qikë të ketë dhe Shtefani për në fund, po dhe ne base unë dhe mami për para dite nesër që mos gatuaj për atë. Emo, fillove ti nga që fillovi mami të bëj video ta ngëzë? Kia? Do hedh 2 vezë, nëse do merrni gjysmën e këtij mishit, unë kam 400-800 gram, merrni vetëm 1 vezë, unë tani do marr 2. Mbasi ju I bëni qofte ndryshe, por në këtë reset qoftet bëhen vetëm me kaq, vetëm me vezë, mish, me këtë bukën e thekur, edhe krip piper, kaq. Pastaj do t'i skuqim sepse nuk duam që t'i hedhim hudra apo erza të tjera, duke qenë që këto do treten në salcë dhe pastaj me aq hudra ose me aq erza në salcë bën jo të shishme, të çuditshme. Kështu që kaq, piper, krip, këto thekurat e bukës dhe 2 vezë. Tani do lajm duart dhe do t'i përzjemi. Në lava njërë, se griva qepu, po hajtë për lajde një. Ua, shikon nëna dhe lavamanin e pas për larë tjera. Kështu. Atë.
Do t'i përzije mirë e urrej këtë ndjesinë e mishit, po s'kemi shtipejnë. Dhe këto qofte do t'i bëj shumë të vogla dhe rrethore. Të voçkla. Diçka e tillë. Që edhe të skuqen kollaj. Ja ku kam kështu qofte, do t'i hes tani në vaj që është e nxehur. Do t'i skuq nga 2-3 minuta nga të dyja anët, se pastaj normale që do zihen edhe pak në salcë. Ka e shumë sot. Shikojmë çfarë t'i bëjmë tani, t'i bëjmë t'i kot në menxhe. Të ndenjëra. Qoftet mbaruan, tani do hedhim qepën dhe 3 thelpin udhre në të njëjtin vaj. Pana. Dhe pak koncentrat pule. Sa po të trashet pak, do t'i shtojmë edhe qoftet. Dhe jemi gati. Ndërkohë që këtu sa po të zjem mirë patate, do t'i bëjmë pure. Po, kur t'i bëjmë pure, do vite ju, sepse do t'i hedhim pak qumësh, pak gjallë. T'i hedhim dhe borzilok dhe pjata. Qofte është gati. Pa heqim të ftohtë. Dhe patatet kanë zjerë, do t'i bulloj pak ujin, do t'i hedh qumësh, gjallë. T'i hedhim pak gjallë. Qumësh. Piper. Piano mos u trem tani, Dhe le ta bëjmë pure. Do ta hapim këtu. Zemra. Tanen. Tet me salcë. Dhe shiko si duket pjata profesionale fare. Kjo ishte pjata, është shumë e shijshme, e kam bërë disa herë si recetë, provojeni dhe më shkruani në komente. Mezia dola ta ve në gjumë Kiani, shikoni në çfarë gjendje jam, gjithsesi thash që do e bëj ëmbëlsirën sot para se të fler, që të fler rehat. Edhe ta mbyll videon këtu se e kam nisur, nuk e di që sa ditë para. Shive, si më ka bërë Kiani. Pjesës. Tani pjesën e ëmbëlsirës por do ta bëjmë kështu biskopa të thjeshta, do t'i gri, do t'i thërmoj dhe do t'i hedh gjalp që të ngri. U hape dhe të moment sodën. Kam këtë grirësen këtu, do t'i hedh një kopa. Bosa e të zhomshme.
bëjnë këta, o zoti më. Këta të hapi, Ta hedhin. të hanë, s'kam. Gjalpin këtu. Se t'ja bëjë pita, do në nga shpi, në nga zemë, të dua Do shumë ta sa. përzijim. Biri në në stash. Ndërkohë për të bërë kremin do na duhet krem djati freskët që kanë këtu në Gjermani dhe çokoladë e bardhë zakonisht, po unë kisha një çokoladë këtu që na e kanë skë për Pashkët. Edhe këtë do ta shkryj që edhe të riciklojmë dhuratat dhe të përdorim këto gjërat. Këtu që e bërëm me gjalp, do ta hedhim në një formë. Ta hedhim këtu në formë edhe do ta dystojmë. Shkojmë pak kështu. Këtu kremin e djathit, do ta rraj me mikser dhe do t'i shtojmë edhe çokoladën e shkrirë. Gati mami të Kiani. Që të mbaroj unë aman këtë ambësirën, sepse Kiani sot vetëm zgjohesh ka. Atëherë si shta që hodha kremin e djathit, çokoladën, që e shkrija në pak shumë është. Si këndon mami, sa bukur. Sa nene, pa i qanë. Do t'i rrajmë të dyja bashkë dhe kjo do t'ja hedhim sipër. Uj. Ja si dali krem. Jam i të qanë. Jam barova. Shpirë. Do shkoj ta vendos prapë në gjumë. Dhe kjo është ëmbëlsira. Mund t'i vendos vetëm në një zbukurim sipër, ja t'ja vendos tash. Po e fut në frigorifer, të ngri, edhe ta ham për nesër. Kështu, kjo është e videoja. Shpresoj u ka pëlqyer. Mamit akoma nuk ja kemi mbushur dyshekun me ajër, sepse po Shtefani do sillej sot pompën. Dhe ndërkohë, ne do shijojmë 2 javët që mami do ri këtu. Ciao Ika!